Riformatimi i komisioneve parlamentare është përplasja e parë për këtë legjislaturë mes mazhorancës dhe opozitës. Në emër të shumicës parlamentare, e cila edhe ka propozuar këto ndryshime, Tauland Balla shpjegoi se opozitës nuk i është marrë asnjë komision dhe se sipas tij, ky ndryshim bëhet në bazë të nevojave që vendi ka drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk mund të vazhdonim në 2025 me ndarje komisione që në një sektor caktuar risillte një emërtesë që transpozohej që nga Kuvendi Popullor i vitit 1988. Dëgjova që thatë që i kemi marrë opozitës komision. Nuk i kemi marrë asnjë komision, përkundrazi i kemi shtuar më shumë fusha përgjegjësie se sa kishit. Dhe i kemi besuar opozitës fusha jetike. Nuk kemi shkrirë Komisionin Integrimit. Kemi çuar komisione politikës jashtme, pra punë të jashtme i kemi bërë bashkë te Komisioni për Europën. Në emër të opozitës, Gazmend Bardhi akuzoi mazhorancën për ndryshimet në komisionet parlamentare, duke thënë se u diktuan nga kryeministri Rama. Ndryshimet në rregulloren e kuvendit, aq më tepër për strukturën e kuvendit, diktohen nga kreu i ekzekutivit. Ju kemi lënë, tha, për të drejtuar më shumë fusha përgjegjësie. Në fakt s'keni bërë as më shumë dhe as më pak. Një komision që sot e drejtonte opozita e keni ndarë në 3 pjesë dhe ja keni lënë opozitës. Jurida Tabaku, që më herët ka mbajtur postin e kryetares së Komisionit të Çështjeve Europiane, komision tashmë i shkrir, dha këtë koment. Përjashtimi i opozitës në këtë moment që duhej patjetër që të ishte, unë e shoh si një hap pas. E pash si një veprim shumë të vogël, e pash si një veprim i cili lidhet me çdo lloj hapësire të mundshme që ka zënë sot majoranca, duan të kapin dhe këtë komision le ta marrin. Socialistët propozuan që struktura e komisioneve të përhershme parlamentare të ndryshojë, nga 8 komisione që janë aktualisht, numri i tyre të shkojë në 11.